Një 23 vjeçare nga Brazili përfundoi në prangat e policisë së Shkodrës e bashkë me të edhe një 28 vjeçar. E reja ushtronte prostitucion në një apartament të marrë me qira në rrugën Kardinal Mikel Koliçi. Sektori për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë së Shkodrës dhe seksionin e mbështetjes operacionale në vijim të punës për goditjen e paligjshmërive, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar Rent House. Si rezultati i këtij operacioni u zbulua një apartament në rrugën Kardinal Mikel Koliçi ku ushtroi prostitucion. Në kuadër të operacionit u arrestuan 2 shtetas, të cilët u kapen në ambientet e këtij apartamenti. Konkretisht shtetësia braziliane me inicialet DG, 23 vjeçe, e cila kishte marrë me qira apartamentin dhe kishte përshtatur për ushtrim prostitucioni, dhe 28 vjeçari me inicialet HH. Gjatë veprimeve procedurale u dokumentua aktiviteti i lojrave të fatit. Gjithashtu janë referuar materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një 34 vjeçare me inicialet BB, administratore e apartamentit, për veprën penale të mbajtjes së lokaleve për prostitucion. Në drejtimin e prokurorisë vjen puna për dokumentimin e rastit dhe identifikimin e shtetasve të tjerë, të cilët mund të jenë të përfshirë, njofton policia vendore. Materialet i kanë kaluar prokurorisë së Shkodrës për veprimet mëtejshme.